Një moment vendimtar gjatë një programi të rëndësishëm mund të ndryshojë gjithçka, dhe për Justin, ky moment ishte i mbushur me emocione të thella dhe reflektim. Pas një izolimi të gjatë prej më shumë se 150 ditësh, ai ka pasur një përvojë të vështirë, duke u ballafaquar me ndjenja të larta emocionale dhe psikologjike. Nelin, pas daljes së tij nga Big Brother në Kosovë, Gjesti ka kaluar menjëherë në një edicion të ngjashëm në Shqipëri, i cili ka filluar më 21 dhjetor. Ky kalim ka sjellë sfida të reja dhe një ambient të ri për të, duke përfshirë lutjen dhe reflektimin personal. Nelin, me një këndvështrim përjetimi, ai ka treguar se ndjehet i lodhur dhe i shqetësuar, duke kërkuar madje edhe largimin nga shtëpia. Ishte një moment delikat që e ka detyruar të rishikojë qëllimet e tij brenda formatit të njohur. Emocionet ai ka treguar në bisedat e tij me banorët e tjerë, ku shpesh shprehte shqetësimin e tij. Nelin, një bisedë me artistin shqiptar Danja Koka ka inkurajuar Gjestin të ndajë një ngjarje që e ka emocionuar thellësisht. Ai u shpreh: "Kam qenë duke dalë për pak. Një sekondë e madhe ka qenë. Betohem në Zot, një sekondë më ka shpëtuar." Kjo thënie tregon se ndonjëherë momentet më të vogla mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën tonë. Gjesti, duke reflektuar mbi atë sekondë vendimtare, shprehu se ajo ka qenë kora për të bërë një akt lutjeje dhe faljeje. Kjo përvojë ka krijuar një ndjenjë të re shpresë dhe vendosmërie për të vazhduar në këtë garë të vështirë që mund të sjellë një çmim të madh prej 100.000 eurosh. Nelin, mëtej, ai është i vetëdijshëm për presionin që ndjen, por gjithashtu përfiton nga mundësia për të treguar se si spiritualiteti mund të ndihmojë në momentet kritike. Besimi dhe lutja për të janë bërë një burim forcash në këtë sfidë të tij. Gjesti po lufton me vështirësitë e tij dhe shpreson për një të ardhme më të ndritur. Është e qartë se çdo hap në këtë aventurë është i rëndësishëm për të dhe për ndjekësit e tij. Ata ndjekin me vëmendje çdo lëvizje të tij dhe mbështesin qëllimet e tij. Nelin, momentet e tilla janë kujtime të çmuara që e formsojnë individualitetin e një njeriu. Për Gjestin, ato janë pjesë e rrugës së tij për të fituar çmimin dhe për të krijuar një jetë më të mirë për vete dhe për ata që e mbështesin. Me zemrën e tij të hapur dhe shpresën e fortë, ai është gati për çdo sfidë.